Kryeministri Edi Rama është refuzuar për takime bilaterale në konferencën e sigurisë në Myni, ku duket se ka anulluar edhe udhëtimin drejt këtij samiti global. Konfirmimi për gatishmërinë e kryeministrit për të shkuar në këtë konferencë e ka bërë edhe ambasada shqiptare në Gjermani, që më pas u detyrua ta fshijë dhe ndryshoi postimin në rrjetet sociale, si dhe media pranë qeverisë. Pikërisht këto burime informacioni dhanë edhe detaje rreth pjesëmarrjes së Ramës në konferencë, një aktivitet ku pjesëmarrja e kryeministrit shqiptar ka qenë e përhershme, madje në vitet e shkuara ka tentuar të marrë edhe rolin protagonist për të folur për problemet e rajonit të Ballkanit. Këtë vit, burime të sigurta pranë kabinetit të kryeministrit kanë konfirmuar se Edi Rama si është refuzuar çdo takim bilateral nga liderët e Europës, por edhe përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. E për shkak të këtij izolimi ndërkombëtar, kryeministri shqiptar ka anulluar edhe udhëtimin në momentet e fundit. Në këtë samit marrin pjesë liderët më të rëndësishëm të Europës dhe botës, ndërsa Shtetet e Bashkuara përfaqësohen nga sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio, ku në fokus do të jetë çështja e Groenlandës dhe Ukrainës. Sipas organizatorëve, rreth 50 lider botëror marrin pjesë në këtë edicion të konferencës. E ndër të tjera do të diskutohet edhe për të ardhmen e mbrojtjes europiane dhe marrëdhëniet transatlantike. Ndërsa Edi Rama nuk do të jetë për herë të parë në Myni, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ndodhet në këtë samit, ku veç pjesëmarrjes ka njoftuar edhe disa takime bilaterale me lider të vendeve aleate të Kosovës. Burime të tjera kanë pohuar se izolimi ndërkombëtar i kryeministrit shqiptar Edi Rama vjen pas mbrojtjes së rasteve korruptive të Belinda Ballukut, si dhe lidhjeve të dyshuara me krimin.